Kampionati 2025-2026 për ekipin Kuqezi, 2 gjiro para përfundimit, mbetet vetëm iluzion se mund të mbron titullin kampion, edhe pse teoretikisht akoma ka shpresë. Megjithatë, ekipi është maksimalisht i përkushtuar për ndeshjen e nesërme kundër AP Brera, me të cilën në javën e 22 të këtij sezoni barazoi 1-1 në Tetov, dhe më pas edhe disfata nga Pelisteri, po në cilësinë e vendasit ishin zhgënjimi më i madh që ishin vendimtar për të mbetur një hap më larg titullit kampion. Por klubi mbetet i përkushtuar të luftoj titullin deri në fund, duke kërkuar njëkohësisht më shumë korektësi dhe eliminim të gabimeve që ndikojnë në garë dhe rezultate. Ndeshje tjetër ku edhe mund të vendoset fati i këtij kampionati luhet në Strug mes ekipeve Struga Trimlum Vardari. Për ekipin mysafir edhe barazimi do t'i siguronte titullin. Struganët kanë premtuar se në ndeshjen e fundit para publikut vendas do të bëjnë çdo gjë që të shënojnë fitore. Në Kratov, po nesër përballen finalisti i kupës Sileksi dhe Arsimi i Çegranit, ekipi i cili lufton për të ikur balotazhit për mbjetesë në ligën e parë. Por Arsimi, si gjithmonë, në momentet më të vështira, din të bën mrekulli. Futbollisti i Çegranas, Subi Mustafa, për televizionin Koha u shpreh optimist se nga Kratova do të kthehen krye lart. Normal, është një ndeshje e rëndë e cila është Sileksi ekip vendas dhe është një terren shumë i vështirë për çdo ekip si çdo herë. Gjithashtu, gjoja kyçe e këfarësimit normalisht është 3 pikët të domosdoshme, e cila gjithashtu sigurohet mbjetesa direkte dhe ikja e balotazhit për në ligën e dytë. Normal, optimist jam maksimal, sepse besoj tek ekipi, besoj tek kualiteti që kemi dhe gjithashtu shpresojmë dhe mendojmë se të kthehemi nga Kratova me 3 pikët tonë. Nesër me fillim në ora 16 takohen Shkëndija AP Brera, Struga Trimlum, Vardari dhe Sileksi Arsimi. Ndërsa të shtunën me fillim në ora 16 takohen Bashkimi Makedonia Gjoxe Petrov, Tikveshi Pelisteri dhe Shkupi Rabotniçki.